A është normale kjo që sapo i ndodhi Selvie Jahos pas tragjedisë në familje? Lajmi tragjik i ndarjes nga jeta të Shpat Kasapit ka shkaktuar një valë të madhe reagimesh, por ka nxjerrë në pa edhe sjellje që po diskutohen gjërësisht në rrjetet sociale. Ndërsa dhimbja për humbjen e artistit është e freskët, vëmendja është përqendruar te një statistikë e pazakontë në profilin e partneres së tij, Selvie Jaho. Brenda pak orësh nga tragjedia, llogaria e saj në Instagram ka pasur një rritje të menjëhershme duke shtuar mbi 20.000 ndjekës të rinj. Ky fluks kurreshtjeje në moment zije ka ngritur pikpyetje te shumë komentues, nëse një reagim i tillë është normal. Nga ana tjetër, situata është tensionuar edhe për mikeshat e artistit. Këngëtarja Adelina Tahiri, e cila bëri dedikime të ndjera për Shpatin, u kryqëzua nga ndjekësit pasi postoi një foto nga një darkë në Instastory ditën e vdekjes së tij. Ajo u akuzua se nuk po tregonte respektin e duhur, por reagimi i saj ishte i ashpër, duke goditur hipokrizinë e atyre që deri dje e shanin dhe ofendonin këngëtarin. Në reagimin e saj, Tahiri dënoi këtë sjellje të dy fisht të publikut. Njerëzit shpallen heronj vetëm pasi vdesin, ndërsa kur janë gjallë dhe në nevojë shpesh neglizhohen. Ajo theksoi se dhimbjen për mikun e saj do ta mbaj përjet në zemër, pavarësisht gjyqjeve publike për një foto.